Merreni me mend, mazhoronca i ka 66 deputet. 66 deputet. Partisë që i ka 15 deputet. I kam ofruar të bëhet kryetari i tyre zëvendësimi, që i bie në mungesë timen ai t'ju udhëheq mbledhjet e qeverisë. Dhe 4 ministri. Pra, Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë i kam ofruar 2 fish më shumë se partisë Guxo. Partia Guxo ka garuar bashkë me mua. E partisë që ka garuar kundër meje, i kam ofruar 2 fish më shumë. 4 ministri. Edhe u refuzua. U tha që nuk bën vetëvendosje etiketë të 3 pozitat. Po ja pra, s'po e kemi kryetarin e kuvendit. Jo po vetëvendosja s'duhet ta ketë presidentin. Po le të ma gjeni njeri më të mirë se Glau Konjufsa që i ka mbi 318.000 vota. Kur dikush thot që nuk bën vetëvendosja, është duke thënë nuk bën Glauku. Dhe ju gjithë e dini që opozita ka mendim më të mirë për Glaukun se për mua. Pse nuk e votojnë Glaukun? Ose nëse nuk e votojnë Glaukun, pse nuk propozuan asnjëherë ata ndonjë emër?